Valbona Kurti, mësuese matematike në shkollën nëntëvjeçare Martin Camaj në Shkodër, është autore 2 librave me poezi, Teshat e shpirtit dhe Blu. Në këtë periudhë të vjeshtës, kur ngjyrat e natyrës ngjajnë me ndjenjat njerëzore, frymëzimin e saj e gjen në vargje. Sina vjeshtës është pak më e veçantë pasi është një sinë e cila përflak dhe ndërkohë unë kam thënë këtë mjaft bukur tek poezia e rebelimi i shekëve, pra degët po përflaken me të kuqe në gjak. Domethënë është një metaforë mjaft e bukur për të dhënë gjithë dritën e sinës së vjeshtës, nuk mund ta shohim si humbje pra si rënje, por si shkuarje drejt vetes, pra tek rënjët. Edhe pse përditshmja e saj lidhet me logjikën dhe saktësinë e matematikës, Valbona tregon se midis numrave dhe vargjeve ekziston një ekuilibër i brendshëm. Matematikës kanë bërë një lloj balancimi ndërmjet shpirtit edhe logjikës. Pra e shoh si një simetri, domethënë që bëjnë ndërmjet strukturës të lidhjes mendimeve dhe pjesës emocionale të shpirtit tim. Ajo vjen të shkruaj çdo ditë duke mbledhur ndjesi, momente dhe frymëzime që shpreson t'i sjellë në një përmbledhje të re poetike. Unë kam botu 2 libra me poezi, Teshat e shpirtit edhe Blu, ndërkohë libri i tretë është përmbledh. Është bërë edhe recensioni nga shkrimtari dhe publicisti i njohur Xhait Bushati, po kështu dhe nga një kritik në Kosovë që quhet Emin Kabashit. Jam tepër e lumtur që i kam pas domethënë si pjesë e rrugtimit të këtij libri, i cili po pres çastin e dur që ta publikoj. Në çdo varg të saj ndjet ndjeshmëria, reflektimi dhe dashuria për jetën, një dëshmi se arti mund të lindë kudo, edhe aty ku mbizotërojnë formulat dhe numrat.